ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، يقول رب العزة جل جلاله وعظمت قدرته: استعيذ بالله بسم الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Në të vërtetë falënderimi takon Allahut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe paqe kërkojmë. Dëshmojmë se atë të cilin e ka drejtuar Allahu mëndueshëm nuk ka që nevojë që ta humb. Dhe ai cili ka humbur për shkak të mëkateve të vetë nuk ka që nevojë që ta drejtojë veç Allahut mëndueshëm. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi i biri Abdullahit, nipi Abdul Muttalibit, është robi dhe i dërguari i Allahut mëndueshëm, e ka përzgjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hynor Islamin dhe e ka përcjellur atë ashtu siç deshte vetë Zoti i gjithësisë. Allahu mëndueshëm urdhëron thot Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe profetit të Tij kur ata ju ftojnë ju për tek ajo që ju jep jetë, dhe dijeni se Allahu mëndueshëm ndërhyn mes robit dhe zemrës së Tij. Ajo për cilën ne kemi besu është pikërisht synimi i këtij ajeti kuranor. Pra ne kemi besu me ungjall, kemi besu me jetu, kemi besu me fitu jetë, kemi besu me qenë të gjallë në dynja dhe në ahiret. Prandaj edhe agjeruam dhe ne tashmë jemi në hutbën e fundit të këtij muaji të begat. Pra edhe 2 ditë me fjalë mbyllet sot edhe nesër mbyllet ky muaj i begat. Dhe natyrisht e pyesim veten kush do jemi pas këtij muaji, ose çfarë na kërkohet pas këtij muaji. Për të dhënë përgjigje kësaj pyetje duhet kalojmë nëpërmjet pyetjes sepse agjeruam një muaj rresht për të kuptuar se kush do jemi pas agjerimit. Ne agjeruam një muaj rresht për të kalitur veten tonë për të qenë vazhdimisht të sinqert me Allahun e mëndueshëm, edhe kur na shef, edhe kur s'na shef, edhe kur jemi vetë, edhe kur jemi me të tjerët, edhe kur jemi shumë, edhe kur jemi pak, edhe kur kemi, edhe kur s'kemi, edhe kur jemi të parët, edhe kur jemi të fundmit ose të mesit, edhe kur jemi në gjendje të mirë, edhe kur jemi në gjendje të keqe. Pra jemi trajnuar një muaj rresht, jemi stërvit një muaj rresht, me qenë me Allahun e mëndueshëm dhe për tek Allahu mëndueshëm në të gjitha gjendjet tona. A nuk i thamë një tjetër se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, se Allahu mëndueshëm ka thënë në hadithin qudsi: kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç agjerimit ai është për mua dhe vetëm unë di ta shpërblej atë. Pra një muaj rresht ne agjeruam për Zotin dhe vetëm për Zotin. As kërkush nuk na detyroi, as kërkush nuk na imponoi, vetëm për hatët Allahut mëndueshëm u ngretëm për në syfyr dhe vetëm për hatët Allahut mëndueshëm ndetëm 14-15 orë pa ngrënë dhe pa pi, dhe për hatët Allahut mëndueshëm agjeruam jo vetëm me barkun tonë dhe me gjuhën, me gojen tonë, pa agjeruam edhe me shqica dhe gjymtyrët tona, agjeruam edhe me zemrat tona. E gjitha kjo pse? Për hatët Allahut mëndueshëm. Pra ne u stërvitëm një muaj rresht që të jemi me Zotin dhe për Zotin. Njëkohësisht i dham argument vetes se ne mundemi të jetojmë për hatët Allahut mëndueshëm. Dhe të punosh për hatët Zotit nuk është e vështirë. Thjesht kërkohet një ndryshim këtu brenda, siç thotë edhe vetë Allahu mëndueshëm: Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu mëndueshëm nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa të ndryshojnë atë çka në nefset e tyre, në vetët e tyre. Dhe ne ndryshuan çka në vetët tona. Pra agjeruan për hatër të Zotit dhe vetëm për hatrin e Tij, dhe kështu e trajnuam veten tonë, por njëkohësisht i dham edhe argument vetes dhe i tham që ne mundemi të bëjmë për hatër të Zotit, mundemi të themi për hatër të Zotit, mundemi të qëndrojmë për hatër të Zotit, mundemi të punojmë për hatër të Zotit. Dhe theksojmë edhe një herë për ta mbyllur këtë koncept parë se gjithçka është brenda ju vendos të bëjë diçka brenda vetes tij, e ka kryer në realitetin e tij. Dhe për ta vërtetuar këtë mjafton të kuptojmë atë që na thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, se kur njeriu e bën jetë
me gjithmonë një punë dhe përpiqet ta realizojë, por nuk e realizon dot, ja merr sevapin asaj pune sikur më e bë. Pra 10, 11. Pa kur e ka një jetë dhe e vendos me e bë një punë, përpiqet ta bëjë, por nuk e bën dot, ja merr sevapin sikur më e kry. Kjo tregon, siç na thot parët tonë, se një jetë i njeriu është më e mirë se sa puna e tij, sepse nga një jetë fillon gjithçka. Në momentin që njeriu e ndan me veten e tij, e ka ndarë edhe me të tjerët, e ka ndarë pozicionimin edhe në terrenin e tij. Pra ne agjeruam një muaj rresht për të qenë besnik me veten, të sinqert ndaj vetes, të sinqert edhe ndaj robëve të Zotit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam u pyet, a vjedh muslimani? Ndosa që vjedh. A bën gabime muslimani? Bën. A gënjen muslimani? Kur, tha. Muslimani nuk gënjen asnjëherë. Sepse baza e qëndrimit të vlerave të muslimanit, baza e burimit të vlerave të tij kush është? Besa, besnikëria. Prandaj muslimani, ose më drejt, Islami krijoi dhe vazhdon të krijojë. Ashtu lloj vlera është që mjafton që njeriu të pozicionohet në shoqërinë e tij me fjalën e tij dhe kishte mbaruar gjithçka. Kur lindi nevoja për letrat, letra mas letrash, edhe pse bëhen letra mas letrash, njerëzit ngelin na për gjykata me dekada, jo me vite, për ta marrë një hak të tij, hak të ligjshëm. Edhe pse janë letra mas letrash, sepse nuk funksionoi fjala. Kurse kur funksionon fjala, mbaron gjithçka. Është thënë po, ka qenë po dhe e tillë mbetet deri në ditën e Kiametit. Është thënë jo, mbetet jo dhe e tillë mbetet deri në ditën e Kiametit. Kjo është besa. Do me thënë, momenti që pozicionohesh dhe e bën të qartë pozicionimin, ai pozicionim është i pandryshueshëm. Pse? Sepse është i lidhur me Zotin. Është i lidhur me Allahun e Madhnueshëm, me Zotin e gjithësisë. Kjo është besa, kjo është besnikëria. Mi po edhe kjo ku e ka vend nga buron, nga këtu brenda. Ke zemra. Pra e thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Devotshmëria është këtu brenda, devotshmëria është këtu brenda, devotshmëria është këtu brenda. Dhe kur kjo vlerë ka funksionuar ndër muslimanët, edhe marrëdhëniet shoqërore kanë pas stabilitet dhe jetëgjatësi. Dhe ka qenë sebeb kjo vlerë shoqërore, imanore, islame, që janë kriju traditat çfarë karakteristike kanë, jetëgjatësia dhe stabiliteti, nga burojnë, nga respekti ndaj tyre, që do thot nga besa, nga korrektësia ndaj tyre dhe nga qëndrimi me ta, respektimi rigoroz i tyre, kjo është besa. Pra ne agjeruam një muaj rresht, që jemi një muaj rresht për çfarë? Për qenë me besë me njëri tjetrit, me qenë besnik me njëri tjetrin, ashtu siç ne agjeruam për qenë besnik ndaj Zotit nëpërmjet sinqeritetit, agjeruam për qenë besnik ndaj njëri tjetrit nëpërmjet qëndrimeve tona. Edhe kështu edhe marrëdhëniet shoqërore, e theksojmë edhe një herë, gëzojnë stabilitet, edhe kështu merjet ajo me cilën e mburemi si musliman, si shoqëri muslimane, si vlerë, vllazëria. Dhe her pas here kemi thënë kujdes nga fjala vllai. Është fjalë shumë e madhe. Momenti që themi vlla, do thotë që kemi thënë çfarë? Një fjalë me i background vleror shumë të madh. Nuk është një fjalë që mund të përsëritet dhe të përmendet kollaj. Dhe kur nuk mund të përdoret fjala vllai për të bërë halal haramin dhe haramin halal. Kur nuk mund të përdoret fjala vllai, si më thanë me ngultikën mas shpinën e tjetrit. Kur nuk mund të përdoret fjala vllai, që në momentin e parë që e thu vllai, kupton se ky vllai nëpërmjet kësaj fjale do më arrit diçka që s'duhet më arrit. Do më bë diçka që s'duhet më e bë. Kur nuk mund të përdoren dhe muslimanët fjala vllai, por të përcjellin mesazh që këtu ka diçka që nuk shkon. Me thanë vlla, do të thotë që i ke dhënë tjetrit besë, me thanë vlla, do të thotë i ke dhënë stabilitet, i ke dhënë siguri, i ke dhënë emanet, i ke dhënë qëndrueshmëri në marrëdhënie, do të thotë i ke thënë atij që ti ke drejt me mbështet tek unë. Edhe unë do të jem me ti vazhdimisht përderisa jeni të vërtet. Kjo është fjala vlla. Ne kemi agjeruar një muaj,
për qenë zot të vetes. Në që aspekt? Për ta sundu veten. Dhe pronari më i madh në dynja është ai që ka pronë veten e vet. Që posejdon me fjalë veten e vet. Ky është pronari më i madh në dynja. Nëse njeriu ka gjithçka, nuk e ka veten në dorë, nuk ka asgjë. Mund t'i mungoj shumë gjëra, e ka veten në dorë, është pronar shumë i madh. Pra ne kemi agjëru një muaj me sundu veten. Që do të thot me qenë taf me menaxhu lirin ashtu siç duhet. Për këtë agjëruam. Një muaj rresht ne sunduam gjuhën tonë, veshin tonë, shikimin tonë, duart tona, gjymtyrë dhe shqisat tona. Sunduam komunikimin tonë. Në shumë raste na shkonte mendja me thanë diçka, i tha me dështon jo, se jemi me Ramazan. Tjetri u kërkoi do t'imponohet me një qëndrim caktu, i the jo, ana saim, jam agjërueshëm. Pra ne një muaj rresht u trajnuam se si kalit të nefsit, t'i hipim shpinë dhe t'ja marrim frenat në dorë dhe ta menaxhojmë anë nga dum ne. Jo t'na menaxhojnë nefsin e. Për këto u trajnuam një muaj rresht. Një muaj rresht u trajnuam për ta vendosur një ekuilibër shumë të rëndësishëm mes egos individuale, mes asaj times individuales, dhe kolektives. E kultivuam një muaj rresht këtë gjë, këtë vlerë kaq të madhe. Dhe u munduam që të vendosim të kthejmë edhe një herë këtë ekuilibër mes asaj që është e imja dhe asaj që është e imja tek të tjerët. Pa ja kthyem edhe një herë vetes konceptin e qenurit çfarë? Njëri me individualitet, po qenie shoqërore, që do të thotë kemi të drejta dhe detyrime edhe ndaj të tjerëve. Një muaj rresht u trajnuam për të menduar edhe për të tjerët. A nuk thamë fillim të muajit se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan." Pejgamberi ishte njeriu më bujar dhe më bujar se kur do herë tjetër ishte në Ramazan. Ishte si puna e erës fllati që vjen me shi dhe me bereqet. Ishte Ramazan dhe veçanërisht 10 ditët e fundit kur vinte Xhibrili dhe bashkë me pejgamberin përsërisnin Kur'anin. Pa ky ishte një trajnim për ta futur edhe tjetrin në agjend. Sepse faktikisht madhështia e njeriu në dynja, madhështia e muslimanit varet njëkohësisht edhe nga çfarë? Nga ajo se sa jeton edhe për të tjerët. Siç thot Sejt Kutbi, Zoti e mëshiroft, kush jeton vetëm për veten e tij, jeton i vogël dhe vdes i vogël. Kush jeton edhe për të tjerët, jeton i madh dhe vdes i madh. Dhe nëse do me jashtu madhështinë vetes tande, na thot ky muaj i begat, zgjerohet mendumit edhe për të tjerët. Dhe s'ka njeri që ka menduar edhe për të tjerët në atë çka ka dhe posejdon përveç se Allahu mandu që m'ia ka shtuar atë çka ka. Pushtet, pasuri, fam apo kredibilitet. Këto janë disa prej vlerave kryesore me cilat ne i ashtuam jetës tonë. Pra Allahu mandu që më thonë, thot Kurani: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillah wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe pejgamberit të tij kur ata ju ftojnë tek ajo që ju jep jetë. Kjo është jeta. Ai i cili ka këto vlera, ka sinqeritet në zemër, ka besnikëri në marrëdhënie, ka përgjegjshmëri, ka vendosur ekuilibër mes vetes tij dhe shoqërisë tij, le ta di se i ka shtuar jetës vet jetë, madje mund të themi se ai që i ka këto vlera është i gjallë. Kurse ati që realisht i mungojnë këto vlera, ai është i vdekur edhe pse hecën me kam tokë. Thot një nga dietarët musliman, nuk është problem të vdesësh, sepse vdekja është diçka që e ka shkruajtur Zoti dhe është stacioni me i cili na mundson me u taku me Zotin, por të vdekja e vërtet, ose vdekja më e rëndë, është ti je i vdekur në dynja, hala pa shku në ahiret. Dhe kjo ndodh kur i vdes njeriu të zemra. Dhe zemra vdes atëherë kur nuk u jitet kjo zemër me sinqeritetin ndaj Zotit, me dashurinë për Zotin, me hatrin për Allahun e Madhëshëm, me frikën ndaj Tij. Edhe kur zemra kalcifikohet nga kroma e rëndë e kujt? Egoizmit të shfrenuar. I lutemi Allahut Madhëshëm që të na ruaj. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Filloj me emrin e Allahut mëshirues mëshirëplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Agjerimi i Ramazanit mbyllet me një ibadet, me dy ibadete shumë të mëdha që është sadakatul fitr dhe me namazin e Bajramit. Por nuk do ndalem këtu sepse tashmë janë të ditura për ne si musliman. Në 2-3 minuta do ndalem tek një fenomen shumë pozitiv me cilin Allahu mëndueshë ka ndëruar xhamatin e muslimanëve dhe komunitetin e muslimanëve. Xhamiat alhamdulillah janë mbush me 3 dhe 3-ja që për herë të parë kthehen tek Allahu mëndueshëm dhe për herë të parë shkelin me kam të tyre në xhamitë e Zotit. Vetëm se 2 pika, theksojmë ato që e kemi thënë më para. U drejtohemi 3-ve dhe 3-jave, jo vetëm mosh, por 3-ve dhe 3-jave në aspektin e përkushtimit fetare. Rruga në Islam ka filluar sapo ke shkel në xhami. Kujdes, mos mendo se sa u futen në xhami dhe mësove të falësh, ke kry punë me Islamin. Kjo është shumë e rrezikshme. Në momenti që kemi hyrë në xhami, sapo kemi filluar rrugën tonë drejt Allahut mëndueshëm. Prandaj çfarë kërkohet? 2 gjëra, shumë thjeshta por shumë thelbësore. E para sinqeritet. Dhe kjo në vetë është energjia, stabiliteti dhe qëndrueshmërisë dhe vazhdimësisë drejt Zotit. Dhe e dyta që ka rëndësi, po aq edhe sa e para, kuptimi i drejtë i fesë. Kuptimi i drejtë i fesë. E kemi përmend ja 2 herë çështjen e të falmes namaz dhe kemi vret disa 3, Allahu është problem me të mira dhe Zoti respekton dhe nderoft, që janë shumë të interesuar me ungjit shpatut për shpatull dhe kam për kame. Dhe vetë personalisht jam sprovuar me këtë lloj fenomeni. Dhe e kam pasi mirësi për Allahu mëndueshëm për të kuptuar se ke këta 3 në ato momente qëllimi nuk ka qenë me jetu me Zotin namaz, po qëllimi ka qenë me respektu disa elementë sipërfaqësor shumë pa vlerë në lidhje me namazin krahasuar me qëllimin madhor që ka namazi. Nuk kemi problem fare as me gjitjen e këmbëve, as me vendosin e durve këtu, apo s'ka rëndësi këto. Këto i ka udhëzuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, por nuk janë namazi. Nuk është ky namazi. Namazi është jetë me Zotin. Nëse namazi nuk realizon atë që ka thënë Zoti, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Namazi ndalon nga likësia dhe poshtërsia, por jeta me Zotin nëpërmjet kujtimit të namaz është qëllimi më madhor. Nuk kemi fal namaz, kemi bë gjimnastik. E në momenti që e kemi qëllimi se ku do i vëm durët, mbi kërthiz apo nën kërthiz, në krahëror apo pas kraharorit, apo e kemi ngjit apo se kemi ngjit kamën, do të thotë që në ato momente s'po jetojmë me Zotin namaz. E kemi synimin diku tjetër. Kujdes, i ka interesu dikujt në një fazë saktuar, veçanërisht shekullit 20, të krijojë dhe të fabrikojë disa ide që kanë qenë nëpër libra dhe janë mësuar shumë kollajt. Dhe është dhënë vendi i duhur, i ka interesu dikujt që këto elementë sipërfaqësor të marrin vëmendjen qendrore. Pse? Sepse qëllimi ka qenë më u transferu vëmendjen muslimanëve nga thelbi i fesë. Dhe kjo është këshilla ime për trit. Në momenti që fillojnë të futen fe, qëllimi madhor ose synimi madhor i tyre kush duhet të jetë? Veç sinqeritetit që është u besti dhe Zotit, është të mundohet maksimalisht të kuptoj fen, ta kuptojnë atë parë, që është feja. Feja është jetë me Zotin. Është reflektimi këtij imani me njerëzit. El muslimu men amin el muslimune min lisanihi wa yadihi. Kush është musliman? Musliman është ai që gjuhës së tij dhe dorë dhe gjymtyrëve të tij ja shohin hajrin muslimanët. Kjo është qëllimi i Islamit, kjo është qëllimi i dorëzimit ndaj Zotit. Kur falemi ne, apo agjërojmë, apo bëjmë haxh, apo japim zeqat, ne e bëjmë këtë gjë që ta reflektojmë sjelljen tonë dhe moralin tonë të përditshëm. Po kjo varet më të drejtë edhe nga çfarë? Nga të kuptuarit e thellë të fesë. Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ndante ndihmën sociale. Dikush shkoi dhe i tha: "O Muhammed, ndaje me drejtësi." Ju kthy pejgamberi dhe e pa me mëshirë: "Khibta wa khasirta ila madin." Ti tha, nëse dhe unë do ta vendos drejtësinë, nëse dhe unë sipas teje jam i akuzuar në drejtësi, ti je i humbur dhe i poshtruar nëse dhe unë do ta shkel drejtësinë.
Çka s'kish kjo kuptu ky njeri? Ky fliste për një vlerë shumë të madhe, drejtësia. Po me kë po e bëte këtë diskutim? Me atë që aslan ishte vetë drejtësia në tokë, ishte pejgamberi alayhis salam. Këtë se kishte kuptu, këtë gjë thjesht se kishte kuptu. Dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u mërzitën me të. U tha pejgamberi, lëreni. Sepse prej këtij ka për dal disa trashëgimtar të tij ideologjikisht, kuptohet që nëse ju krahasoni namazin tuaj me namazin e tyre, agjerimin tuaj me agjerimin e tyre, leximin e Kuranit tuaj me leximin e tyre, ju ibadeti juaj do t'ju duket shumë i vogël. Por ata kanë një problem të madh. E lexojnë fen dhe u arrin deri këtu, nuk e zbresin dot në zemër me e përpunu. Nuk e çojnë tek mendja me e kuptu. Kjo ka për të shkaktuar çfarë? Dalin nga feja siç del shigjeta nga harku. Si pasojë kujt? Si pasojë mos kuptimit të drejtë të fesë. Ne falim namaz për të jetuar me Zotin namaz. Agjerojmë çfarë? Jo për të marrë kur hini muj dhe kur doli muj, 30 minuta para, 30 minuta mrapa. O bura diskutim, alhamdulillah kemi filluar t'i lam këto. Kjo tregon pse kemi filluar ta kuptojmë pak më thellë. Fena Allahut më nush. Zekati i fitrit, me qese ushqimi me oriz apo makarona apo me grund. Feja ka kuptim brenda, ka thelb, ka objektiv, ka synim. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Nëpërmjet sadakatul fitrit, mundsoni edhe fukaret të gëzojnë bashkë me ju, që do të thotë standardi kush është? Gëzimi. Standardi është me realizu një lloj barazie mes fukarajt edhe kujt edhe teje, me i dhanë edhe ati mundësin me gëzu, me po bajram si puna jote. Si bëhet kjo? Me qese urizi dhe gruni thatë. Mund të ndodhë, mund të ketë në i shoqëri. Hala me fjallë është në fillesave e veta të zhvillimit social, që hynë punë edhe gruni. Edhe misri, edhe rushi i thatë. Në zonat banumeve që ishtë metropola, hinë kujt punë kjo gjë. Ka vende që hala ma shumë me fjalë fiton tregtari i ushqimeve dhe i shumicës se sa fukaraj nga zekati i fitrit. Pra ne Islami ka çfarë? Ka thelbe, ka koncepte bazike të cilat duan kap. Duan kap se zbë, për ndryshe feja bëhet shumë e rëndë. Çka i jep forcë njeriu me e mbajt fen? Shpirti i fesë. Kjo është kuptimi i synimeve dhe objektivave të fesë. Kjo e mban fen kam. Sepse është e vetmja mënyrë për të përfituar nga feja shpirtërisht, intelektualisht, moralisht, edhe në aspektin shoqëror. Po e kape thelbin e fe dhe synimet e saj, e ke jetu fen. Momente që nuk i kape feja bëhet shumë e rëndë. Nuk e mban dot. Edhe del njeriu pa e kuptuar nga feja siç del shigjeta nga harku. Ibn Qayyim, Zoti e mëshiroft, thot: dy janë një metet më të mëdha që Allah manu që m'ja jep njeriu që futet në fe pas sinqeritetit. Një meti i parë është çfarë? Zemra e pastër nga smundjet, menematësia, zelia, hasedi. Dhe mirësia e dytë është kuptimi i thellë i fesë dhe i plot dhe i drejtë. Dhe që të dy këto mirësi Allah manu që mi ka përmend tek surja e parë e Kuranit, surja Fatiha. Elhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Falënderimi takon Allahut, Zotit gjithë botrave, mëshiruesi plotë sundimtar ditë gjykimit. Pastaj çfarë? Ihdinas siratal mustaqim, na udhëzon rrugën e drejtë. Cila është rruga e drejtë? Siratal ladhina an'amta alejhim, rrugën atyre cilëve ti i ke beku. Kush janë? Pejgambert, kategoria e Abubekrit, të shmorët dhe salihinët, njerëzit e mirë. Pastaj ghairil maghdubi, dhe jo në rrugën e atyre cilëve ti je i zemruar me ta. Kush janë zemrumit që futët? Pse? Zemër prishtit. Jam zemër prish. E njoftën të vërtetën, e ditin që Muhamedi është pejgamberi i Zotit, po nga që zemra e tyre ishte e prishur nga zilia, smira dhe hasedi, e refuzuan të vërtetën. Një, e dyta, wala dhallin, dhe as të humburit. Kush janë? Ata që zemrat e kishin të mira, po nuk e futën mendin në punë shumë, nuk kuptuan. Nuk kuptuan dhe për shkak se nuk kuptuan, Zoti një dhe të vetëm e bën tre, që hala po t'i pyesish ma shpjego dot, thot vetëm mbylli sytë dhe kape, ndërkohë që në Islam është totalisht e refuzuar. Prandaj Islami zbriti me çfarë? Beso? Jo. Adhuroni emrin e Zotit? Jo.
lexoni emrin e Zotit. Iqra, lexoni emrin e Allahut. Që do të thotë rruga e saktë për të ndërtuar marrëdhënie të sakta me fenë e Zotit, për të fituar xhenetin dhe kënaqësinë e Zotit në dynjë dhe xhenetin e tij botë. Kush është të kuptuarit e saktë. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Dije se nuk ka zot tjetër veç Allahut mandushëm dhe kërkoj falje për mëkatet e tua. Shumë njerëz duan me u kthy ke feja e Zotit. Nuk kthehet pse? Se s'ka kuptuar gjën më thjesht. Që Allahu mandushëm është falës dhe mëshirues. Po ta kishin ditë, ta kishin kuptuar se Zoti është falës dhe mëshirues, do kishin bërë tobe. Pranaj një këshill shumë vllazërore. Ata që janë sprovu për t'i dalë sa më shpejt për Zot, me u mësu të rive fenë. Se unë po shohë diçka tjetër. Përgjithësi këta tri e marrin fenë aty ku s'duhet me e marr. Janë ca që qarkullojnë ndër muslimanë, elhamdulillah janë pak, jo shumë. Që me njëherë o bura sa po futet një ri në xhami, e mere i thoshive, kjo është sifetu salatin në nebi a.s. Kjo është namazi pejgamberit. Cili është namazi pejgamberit? Dur këtu. Mazallah me qku pak ma po shkove në xhenem. Pse? Sepse me i vënu këtu është bidat. Këtu është suneti pejgamberit. Ky riu se di e fal që është bidati. Bidat me shku në xhenem. Allah, Allah. Këtu duhet me i majt pa tjetër. Nja 2 cm ma po shku në xhenem. Pse? Sepse është bidat. Dhe përderisa është bidat, ke shku në xhenem. Bukur, do me thanë këti triut, ai që ja ka mësu. Normalisht me një jetën e mirë, kuptohet. Ja ka mësu çfarë? Duke i thënë që xheneti xhenemi është ku? Këtu. Po e zbritin ja 2 cm ma poshtë, e ke çuar në xhenem. Do me thënë tash më përfituro. Ai e ka mendjen këtu, këtë dora. I ngjisim këmbë apo jo? Ja ka shenjtruar gjitmën e këmbëve, duke i thënë se po si ngjitë këmbë futet shejtani. Dhe ai në vend që ta ketë mendjen ke zemrën tash ty e tu ke Zoti thotë, a jeni shejtani apo jo? Tash ova e kemi ngjit mirë. Është realitet kjo xhamat. Është realitet i dhimbshëm. Shumë të rije përjetojnë këtë gjë. Besoni mu. Pa ne u të rejqë mendjen atyre që i kam nuk dhe tyr vetës. Ose kanë qef me u amësu fëmijëve fen, të rive fen, mos i torturoni të rit. Gjëja e parë që i themi të riut kur futet namaz çfarë? Ti me Zotin i jeton namaz. Mbaj e menën ke Zoti. Zemra jote duhet jetë e lidhur me Zotin. Kamt, durt, ku e di se çfarë, me nuk i lidh fare. Namazin një rregull. Me si bashku kamët fare, me namazin një rregull. Shoh disa tri, fillon duke u fal dhe falet mas dikujt për ta pas sutre, pengesë. Marrë namazi. Tash se merr vesh nëse duke u fal ky që është sutre, është pengesë apo e tjetri, se duhet me ndet peng ky me i fjaktu derisa të mbaroj ai. Kush e tha këtë? Ka e morim këtë. Apo ai tjetri ka filluar të u fali me një karike të madhe javno përpara, si sutre, pengesë. Ndërkohë që mjaftoi telefon me e vënu aty, një xhaket me e vënu aty, madje ke shumë dietar thonë që pengesa duhet vu ka vlerë, derisa është kfar distanca e namazit tënd, po zjat një plan matuti ose 1 metër s'ka lidhje me distancën e namazit. Dhe ka marrë edhe sutre a pengesa atë vend që si takon aslan. E shef triun është duke u fal atje. Momenti që xhamati ikën, bën ja 5 hapa, ka edhe për aty që bën 10 hapa për shku deri ke pengesa. A ka më namaz aty? Ka jetë me Zotin një person që fillon duke vrapun namaz. Pse? Sepse u kemi dhënë vlerë disa gjëra që nuk kanë vlerë. Edhe është transferuar vëmendja nga jeta me Zotin namaz, ke disa gjëra sipërfaqësore. Prandaj një herë le të kem frikë Zotin ata që i kanë dalë për Zot, që të mësojnë njerëzve kë, fenë Allahut mëndueshëm. Namazi është jetë me Allahun e mëndueshëm me Zotin e gjithësisë, mirë po kur njeriu i jep vlerë gjërave dytësore, kur nuk e ka kuptuar fenë. Prandaj me i fjalë për me mësu vetë ashtu siç duhet mua mësu tjerëve, duhet me e kuptu fenë. I lutem me Allahut mëndueshëm që të na japi këtë lloj jete. Jeta e zemrave tona, jeta jon me fenë, kalon në mënyrë të drejtë për drejtë, nga mendja o xhamat, nga mendja, nga të lexumit dhe të kuptumit drejt të fesë Allahut të mëndueshëm. I lutem me Allahut mëndueshëm që gjithë këto ditë agjërimi që kemi bërë Zoti na i pranoj. I lutem me Allahut mëndueshëm që të na i ketë mburë zemrat tonë me sinqeritet dhe besnikëri. Nëpërmjet këtij agjërimit kemi zbukuruar moralet tona, sjelljet tona dhe etikën tonë. I lutem me Allahut mëndueshëm që vëllezërit tanë Palestinë t'i ndihmoj, veçanërisht në Gaza. I lutem me Allahut mëndueshëm që vendin tonë ta zbukuroj me bukurinë e besimit dhe devotshmërisë. I lutem me Allahut mëndueshëm ta ruaj popullin tonë
edhe rinin ton, i lutem Allahut mëndon që të na përdor për mirë, i lutem Allahut mëndon që të na bëj çelës të mirës edhe mbyllës të keqes. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allah